Zotit Huber, zonjës Huber si ambasadore e Zvicrës së Shqipërisë. Good morning to all of you. Honorable speaker, Mirëmëngjesit të gjithëve, e nderuar kryetari i Kuvendit, zonja Spiropali, të nderuar ambasador Michel, Silvio, pjesëtar, pjesëmarrës të nderuar. Jam e kënaqur që po festojmë së bashku këtë arritje të mëdha. Ndërsa ky portal i licitacionit elektronik shënon kurorëzimin e mbështetjes sona afatgjatë për Kuvendin nëpërmjet partnerëve në OSBE. Dhe puna jonë e përbashkët ka arritur më shumë se sa një sukses teknik. Dhe ka hapur tashmë një kapitull të ri për ligjbërinë në Shqipëri, një për risinë dhe digitalizimin. Dhe qëllimi ynë i përbashkët është që Shqipëria të arrijë qeverisjen e mirë dhe institucione demokratike të mirë funksionale. Zvicra e ka mbështetur Kuvendin nëpërmjet partnerëve